në ndajnë 15 ditë nga momenti historik, nga një moment më i rëndësishmi pas rënjes komunizmit. Sot, lirit dhe të drejtat që fituan 34 vite më parë, janë sërish në rrezik. Nuk ka kërcënim më të madh për lirinë dhe demokracinë e një vendi se krimi dhe korrupsioni kur bëhen bashk. Nëse diktatura ideologjike goditi brutalisht vendin ton para viteve 90, sot Shqipëria jon është një provë të ekzistencës nga abuzimi, hajdutria qeveritare dhe lidhjet e kësaj qeverie me krimin organizuar. Këtë zgjedhje do të keni ju, vëllezër dhe motra diasporës, për të bërë me 11 maj. Këtë zgjedhje duhet të bëjnë shqiptarët dhe do ta bëjnë në gjithë Shqipërinë. Ne do të na duhet të ngrihemi sërish si në vitet 90, pasi vendi ynë është sot në një rrezik më të madh se ai në ato ditë. Partia Demokratike dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore sot ka përpara dy detyra madhore. E para, të ndalojë rrëshqitjen e vendit zyrtarisht në thetrat e një narkodiktature. Dhe e dyta, t'i jap zgjidhje për rimkëmbjen e këtij vendi dhe rikthimin e tij në vlerat dhe parimet e lirisë demokratike të fituara në vitet 90. Dhe ne jemi sot më të vendosur se kurrë për të realizuar të dyja. Me 11 maj, me votën tuaj, me votën e çdo shqiptari të lirë dhe të ndershëm, ne do ta frenojmë rrëshqitjen e Shqipërisë. Ne do të japim Shqipërisë një zgjidhje duke filluar nga ekonomitë familjare të çdo shqiptari tek ekonomia në tërësi, duke filluar nga hallet dhe brengat e çdo shqiptari tek hallet dhe lëngatat e Shqipërisë tonë. Ne do t'i japim zgjidhje vendit, pasi qasja jon ndaj Shqipërisë është krejt e kundërt nga qasja e qeverisë në ikje. Ne e quajmë Shqipëri madhështore dhe do ta bëjmë atë Shqipërinë ku çdo pensionist të jetë i siguruar për minimumin jetik të munguar deri më sot. Pra që çdo pensionist të marrë më shumë se 200 euro në muaj dhe me parashikimin e rritjes vazhdueshme. Asgjë më pak se 200 euro si mbështetje ekonomike që shteti do t'i jap çdo të papuni, çdo pensionist, çdo hallexiu.